Na e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa ishte fillimisht në Mekë, ishte i torturuar nga pabesimtarët, nga idhujtarët, ishte i torturuar pejgamberi alaihi as-salatu wasallam. Saqë i rastiste pejgamberit alaihi salam që ndonjëherë edhe t'ia hedhnin në qafën e tij edhe të mbeturat e deves, ato të mbrëmshmet e deves t'ia hedhnin mbi qafën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ndonjëherë ja tortureshin shokët e tij, të afërmit e tij, e ndonjëherë edhe ja mbytshin për ty në Ammarin, do më thonë që u torturun me mbyte, ja mbytën babajnë e tij Yasirin, edhe nanën e tij kështu, ja tortureshin edhe tortureshin vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi kur shkoi në Medinë, bani hijret, e pas asoj kohës së tij që erdhi koha për të çliruar Mekkeja, prej personave që ishin armiqtë e tij deri dje, edhe ende shumë prej tyre ende ishin idhujtar, ende nuk ishin besu pejgamberin asam. E në mesin e tyre ishte edhe Hindi, ishte Abu Sufjani, që ata edhe kishin bën një pagesë të majme për t'ja mbytur më të dashën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hamzan, që u quante edhe Silani shkërtires, për t'ja mbytur ata dhe këta ishin ato. Edhe pejgamberi alaihi as-salatu wasallam vjen në ngjarjen Ibn Hishami, e ka punë në sira, në historinë e tij, në ngjarje që në aspektin e muhaddithinëve, hadithologëve, në aspektin e tyre normal thënë që kjo ngjarje është ngjarje mu'dal. Shkencën e hadithit mu'dal është një pjesë e thënë hadithit dhaif, por si ngjarje përmendet Ibn Hishami në sire dhe thotë kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wasallam e çliroi Mekën, edhe ju drejtu njerëzve. Ja ahle Quraysh, o ju Qurayshit. Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Çka mendoni se do të bëjnë me juve? Ju drejtu pejgamberi, edhe si pyetje, edhe mja pa se si ata në realitet e shohin këtë pejgamber. Pra ishin pritshmëritë e Mekës në raport me Muhamedit. Ashtu. Edhe i tha, çka mendoni që do të bëjnë me juve? Atje si ja kthyn ata. Ata i ja kthyen pejgamberin khairan. Mendojmë të këte veç mirë. Deri dje, edhe nëse pejgamberit sallallahu i dhëshin tituj të ndryshëm, edhe nofka të ndryshme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vërehet nga çikja se ata nuk i kanë pasur bashkë nga ajo që i flet zemra tyre. Por kanë fol diçka që ta ulmi pejgamberin alaihi salatu wasallam. I than khaira. Than kur edhe shtotën fjalën, than ti je akhun kerim. Ti je një vëlla i ndershëm, bujar. Tha ibn akhin kerim. Edhe bili ja lavdruan edhe baban e tij. Ti edhe djali e një babaj të ndershëm, dhe të mirë. Kur i tha kështu pejgamberi ja tregoi se kjo është etika ime, kjo është sjellja ime, kjo është morali im, i tha pejgamberi alayhi salatu tha intaliqu fa antum mutlaqa, tha idhhabu fa antum mutlaqa, tha haj shkoni tash, jeni të lirë. Edhe pse deri dje ishin armiqtë e tij, pejgamberi edhe pse armiqtë e tij ja vranë të dashurit e tij, ja luftuan, pejgamberi luftuan me vite të tëra, prapë tha shkoni se jeni të lirë. Prandaj edhe ngjarje tjetër nëse këshirmi kjo se çfarë sjellje kishte. Po pejgamberi është etik, sjellje për neve në çdo aspekt që u përmend edhe në fillim.